Mirë mbrëma, dëgjojeni pak të histori. Jam I bindur që do të bëj të reflektoni thellë. Ndonë se ju duket si një përrall, dëgjojeni deri në fund. Është një këshill, sepse e tregojnë të moshuarit dhe ka vërtet diçka të rëndësishme brenda. Ja u këshilloj ta dëgjoni deri në fund. Na ishte njerë një gomar dhe një tigër. U takuan në një livadh. Në livadh kishte edhe kafshë të tjera, ishte përbri një liçeni. Dhe normal që livadhi ishte jeshil. Megjithatë, aty gomari dhe tigri, teksa u afruan mes njëri tjetrit, kthehet gomari dhe I thot tigrit: "O tigër," I thot, "ti e di thot që ky bar thot është blu?" Kthehet tigri dhe I thot: "Ç'a thua mor gomar thot? Bari është jeshil, nuk është blu." "Dëgjoj thot, bari është blu dhe jo jeshil," I thot gomari. Tigri dhe njerë, je çmendur ti thot: "O gomar, bari është blu," dhe filluan zënkat. Jo blu, po jeshil, jo jeshil, po blu. Teksa po ziheshin me njëri tjetrin, gomari thot: "Na duhet një I tret thot, sepse do të tregoj thot që unë thot kam të drejtë. Një I tret thot që vendos thot, që thot që bari është blu dhe jo jeshil." "Kur të duash ti, mund të shkojmë edhe tek mbreti," I thot tigri. Ide e mirë, thot, do shkojmë tek mbreti dhe do shkonin tek luani. Atere morën rrugën dhe shkuan sipër, tek foleja e luanit. Trokitën tek dera, hapën derën, "Hajdeni," tha luani. "Qa ka ndodhur," tha. U futën brenda tek foleja e luanit dhe I thot gomari: "O mbret," thot, "luan, unë thot, po I them tigrit thot që bari është blu, sepse për mendimin tim thot bari është blu, nuk është jeshil." Pa nga gomari, luani, pa edhe tigrin dhe kthehet nga tigri. Tigri kthehet dhe I thot: "Zoti mbreti thot, për mua thot bari është jeshil, nuk është blu." Kthehet nga gomari dhe gomari thot: "Është blu dhe nuk e luan topi." "Ti si thua," I thot mbreti. "Është blu apo është jeshil," I thot gomarit. Dhe gomari thot: "Unë thot e di shumë mirë thot që bari është blu." Atere thot: "Bari është blu," I thot luani. "Bari është blu." Kthehet gomari dhe I thot: "Tani thot duhet të ndëshkosh tigrin, sepse unë kam të drejtë, ndëshkoje thot." I kërkoi luanit që të ndëshkonte tigrin. Dhe luani e ndëshkoi. I tha tigrit: "Për 5 vjet ti tha nuk do flasësh me askënd në këtë mbretëri." U shtang tigri. "Dakord," I tha luanit. I tha ati gomarit: "Dakorta, po," I tha gomari. "Tani tha jam I lumtur," edhe iku gomari. Pasi ndejti aty pak me tigrin, u kthye tigri nga luani dhe I tha: "Po, nuk e kuptoj," tha. "Ti e di shumë mirë, tha, që bari është jeshil, tha, dhe nuk e më ndëshkove mua, tha, më the që 5 vjet nuk do flasësh me askënd. Pse? Pse e bëre këtë?" I thot luani: "Mundet thot një tigër si ty, I zgjuar, I fort, dhe të merret me një gomar? Vetëm për këtë thot, të ndëshkova, sepse nuk mundet një zgjuarësia jote dhe forca jote të matet me një gomar. Ti duhet ta kishe lënë që në atë moment që ai tha që bari është blu." Shtangu tigri, mbeti pa fjalë. Dhe kështu çap shkoi tek foleja e tij dhe bëri ato 5 vjet pa folur me askënd, sepse mbreti e ndëshkoi, pra mbreti luan. Pikërisht pra, sepse ai nuk duhet të merre me gomarin. Gomari u kënaq, sepse gomari mendonte se kishte drejtë dhe vazhdoi me të drejtën e tij. Çdo të thotë kjo, do të thotë që mos u merrni me budallënjt, sepse budallënjt ju bën akoma më budall. Bile do t'ju them, të moshuarit thoshin që në qoftë se shkon dhe ndihmon njërin që është në luc, do bëhesh pis edhe ti. Pra, kjo të bën të kuptosh që shumë njerëz, ndonë se ti mendon që ke të drejti, në qoftë se ata do insistojnë duke thënë që kanë të drejtë, e drejta do mbetet atyre. Dhe ti nuk ke shans që të matesh me ta, sepse janë budallënj. Pra, anashkalo, ecë në rrugën tënde, ti bëj atë çka
ke ndërmend ti. Dhe mos mundohë që ti mbushësh mendjen gomerve. Bile do t'i them, në tre shqiptare thoshin një tjetër paradigmë, ose një si mund t'juhet, një histori që të kuptojsh që ishte njerëzore, ose për botën e njeriut. Njëherë, tregojnë të moshuarit, në fakt në zonën tonë, tregojnë nuk e di nga ju, ku i gjendeni ju aty, ose ku keni lindur, në që se tregohet në zonën tuaj. Njëherë, një zhab ishte, kështu i themin e andej, zhab, jo bretkos, një zhab ishte pran ujit, dhe ishte një kanal. Kanali ishte, le të themi, edhe i gjerë, por edhe i gjatë. Dhe aty pran gjende një skorpion, dhe skorpioni donte të kalon të kanalin, po nuk mundej sepse po të futesh në ujë do mbutej. Dhe i kërkon zhabës, i thot, do më marrësh thot në shtëpinë thot që të kalojmë kanalin thot. Bëma këtë nder. I thot zhaba, ç'a thotë? Jo, se zhaba po ngroi, aty ishte nga ana e bregu dhe po ngroi, nuk ishte punë fare me që të merrte mbi shtëpinë një skorpion. Dhe i tha, jo, tha, nuk dua të marrë, tha, në mbi shtëpinë. Insistoi skorpioni. Shiko, tha, merë mbi shtëpinë, tha, sepse ti tha, mirë do bësh ta që edhe do ecësh nga ana tjetër, ndoshta ka dhe për të ngrënë andej. Po sikur ti të më pickosh, i thot zhaba. Po s'të pickoj dot, unë thotë, pse nuk më pickoj? Sepse tha, po të pickoj ty, tha, ti do ngordhesh, tha, do unë do bie, tha, në ujë dhe do mbytem. E pa njerë, zhaba kështu e tha, e po mirë, tha, hajde. Dhe kështu e hipi mbi shtëpinë dhe filluan dal nga dal. Nga gjethja në gjethje, duke notuar, derisa po shkonte parafërsisht në anën tjetër. Mirë po përpara se të arrinte në anën tjetër, skorpioni siç e kishte të thumin ashtu, pang, e pickoi nga brapa shtëpinë. Zhaba, tha, pse më pickove? Unë tha, po bëj punë atë që ti më kërkove, tha, unë po të sjell nga ana tjetër. Ti këtë më kërkove dhe unë po të sjell, tha. I tha skorpioni, sepse kjo është natyra ime, tha. Dhe zhaba ngordhi nga pickimi i skorpionit, kurse skorpioni u mbyt sepse ra në ujë. Pra, ndonë se ra në ujë, natyra e tij ishte që ai ta pickonte, sepse kështu e kishte psikozën në tru. Pse po ja u tregoj këtë? Sepse ke lloj njerëzish aty jashtë. Ka disa që ti thuaju çfarë të duash, ata nuk ndryshojnë mendim. Pra, ajo që tham dhe më përpara, sepse ajo është natyra e tyre. Ajo është natyra. Unë më duhej shumë kohë që ta luftoja këtë, sepse secili prej nesh ka natyrën e vet. Unë për shembull, më thoshte, më pyeste njëri, do më japësh ca lekë se më duhet për këtë? Ja jepja. Do më japësh, do më bësh këtë, do më bësh, dhe isha gjithmonë pronto për të tjerët. Pa e kuptuar që hiqja jo vetëm parat vetes, por edhe forcën, edhe kohën, sepse ti harxhon dhe kohën. Harxhon kohë. Bile është më shumë ajo kohë që ti harxhon, se sa gjithë ato që tham. Dhe koha është flori, siç e kemi thënë. Kështu që për të ndryshuar këtë gjë, mundesh kohë. Mundesh kohë që të thoshja, jo, këtë nuk ta bëj. Dhe duhet ardhur në një moment, duhet të ndërgjegjësohesh në një moment dhe thuash, prisni pak. Jo. E para njërë që kur gjen një gomar si punë atyre gomerve, si ai gomari që tha është blu, ajo gjelbërimi është blu, por nuk është i gjelbër, pra bari, duhet njëherë, me fjalë ti thuash një fjalë. Jo, është shumë. Nëse ti je i bindur, është shumë. Nëse ai insiston, lere. Mos humb kot, sepse nëse ai insiston, do bësh si ai. Edhe e njëjta gjë është edhe me natyrën. Nëse njëri të kërkon një herë, të kërkon dy herë, të kërkon tre herë, mjaft. Boll. Duhet të gjesh kurajon që ti thuash boll. Jo të fshihesh, jo. Sepse ka dy gjëra. E para një thot, ai do ta carrohet në radhë parë një se thot pse më fshihet ky mua. Dhe e dyta, ti s'ke pse të fshihesh, sepse është e drejta jote. Ai të bëj ç'të doj. Ti jetë edhe vllai, kushuriri, motra, kush të doj, nëna, babai, kush të doj, shoku, shoqja, kush të doj le të jetë. Duhet të marrësh iniciativën në një moment dhe thua jo. Kjo tregon jo vetëm që ti ke ndryshuar sepse të ndryshon jeta, ti i humbet një pjesë të madhe
të jetës tënde, pikërisht me këto, e humbet. E humbet dhe nuk e kap dot më. Qoftë të kohës, qoftë të ardhurve, qoftë për çdo gjë. Secili ka jetën e tij dhe secili ta zgjidh jetën e tij sipas mendimit që ka. Mund të bësh një ndihmë, 2, maksimumi 3, por jo gjithmonë. Pra, ju çfarë mendimi keni për këto që ju thash? Sepse në jetën tonë ne hasim me miliona njerëz të tillë. Jo mira, miliona. Dhe unë doja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Pra, si puna e atij të mëparshmit, komari me tigrin, dhe si puna e zhabës me skorpionin. Do dëshira një koment. Ju përqafoj. Natën e mirë.